Ndërnetët më të shenjta në kalendarin islam është nata e Kadrit, nata kur Kurani zbriti në tokë. Ndodh vetëm gjatë muajit të Ramazanit dhe zgjat një natë nga perëndimi i diellit deri në agim. Kjo natë hyjnore bie diku gjatë 10 netëve të fundit të Ramazanit. Cila është rëndësia? Thuhet se agjërimi në datën e natës së Kadrit vlen sa 1000 muaj ose afro 84 vite, ku shpërblimi është më i madh se kurdoherë. Kadr, në arabisht, fjalë për fjalë përkthehet në fat ose dekret. Besohet se myslimanët mund të ndryshojnë fatin e tyre dhe atë që është shkruar për ta nga Zoti përmes lutjes. Për shkak se ne kur nuk do ta dim se kur ndodh fiks nata e Kadrit gjatë 10 netëve të fundit, myslimanët inkurajohen të përfitojnë nga çdo natë duke u lutur e agjëruar. Net që janë të mbushura me mëshirën dhe faljen e Zotit. Ritualet e përditshme të Ramazanit mbeten të tilla si agjërimi, leximi i Kuranit dhe lutjet. Myslimanët gjithashtu kryejnë itikaf gjatë këtyre 10 netëve të fundit, që është akti i kalimit të ditëve dhe netëve në një xhami për të kryer adhurimin e devotshëm. Po ashtu, jepet sadaka, akt bujarie në forma të ndryshme si ushqimi i dikujt me një vakt, dhuratat ose kryerja e një vepre të mirë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.